Ja do me një galerisë dashur miq që dhe sot kemi një mik që vjen nga bota e artit, një piktor i madh, do i quaj unë, si Elidon Aliti. Ty s'pëlqeu që tash i madh? Të falenderoj shumë në fakt, energji, po mua më ranë sy kjo lahuta aty. Lahuta, sot ka qenë dita e lahutës. Kemi pas një gurë shumë bukur pollore me zonën e Kurbinit. Imagjino është një zonë që është 10 minuta nga Tirana. Zemër ka Laçin, po ç'a nuk zbulohem sot për Kurbinin. Edhe me që është kjo e lahutës në UNESCO, kam një kështu. Unë kam shkuar shpesh edhe. E dikush ma ka dhuruar këtë? Një shok klase jote, që sot është ministër kulture. Blendi Gonxha. Blendi është energji e paparë dhe në atë kohë ka pasur shumë merit. Në fakt si gjithë ato aktin e jashtëzakonshëm që na duk sigur. Si ishit më rebelët ju në thonjza të Akademisë Arteve këto në viteve 90? Se do të thënë gjithaj grupi juaj sot jeni lezetshëm. Protagonist. Atëherë dhe sot prapë dhe keni ngel kështu autentik ju. Në rast se ka një gjë që në fakt meriton absolutisht është Blendi Gonxha. Ka qenë shumë aktiv, një djalë shumë i talentuar në pikturë. E qartë. Pavarësisht se ka lënë, ndërsa profesor Rama që me Blendin, si më thënë, ngjiste shumë. Kishin një gjuhë, kishin një kimi. Ai djalë, madje në një moment saktuar mund të them që më duke më i përparuar atëherë dhe në veshje. Se sa tani, ato kilet e tepër, ta? Profesor Rama, dëgjoj, disi është puna ka 30 vjetë se kisha dëgjuar ndonjëherë që thot profesor Rama për Ramën. Ramën kryeministrin apo jo? Patjetër. Po në fakt si ka qenë profesor Rama? Nëse ka një gjë që Blend, lutem, nëse kemi fotografi të kohës akademisë, hajde përmbysim galerinë sot, se më pëlqeu kjo profesorit. Në fakt unë kam, por nuk e ndaj dot, kam disa foto shumë të rralla, për hir të vërtetës dhe tani me inteligjencë artificiale i ktheva dhe në ngjyra dhe shikoja aty se si mund të ndryshoj, se ndryshon pak disa gjëra. Por në atë kohë ka ardhur një ekip nga Franca, ku kanë fotografuar dhe kanë certifikuar çdo lëvizje, çdo veprim. Dhe dikush nga Facebooku si një profil falso më çon mua një fotografi që unë isha me një vajzë që nuk ishte e fejura ime asaj kohë dhe nuk bëj dot dallimi kush ishte ajo vajzë. Pra ka qenë një periudhë që ne nuk e dinim që do regjistrohej hap pas hapi. Dhe shumë interesante, ndërkohë që në kokën time vjen sikur ka ndodhur dje. Ishte një gjë që duhet ndryshonte, ne kemi qenë të përparuarit e kohës. Pra kishim shumë thjesht kur flirtonim te qyteti i studentit, sepse përveç faktit që i thoshim do të bëj një portret, po ishim shumë përparuar dhe të gjithë kërkonin që të vinin aty ato partit e çuditshme. Kjo është një foto bardëzi që vër me ngjyra dhe kjo më duket. Edhe këto e kam bërë me ngjyra, ja nisa pa dashje, se më vuri kusht, më tha që do t'i çosh. Çfarë është foto që nuk na ke nisur, na e përshkruaj me pak fjalë atë foto. Ajo foto është profesor Ramës me një student aty, i cilën unë e kam zbuluar rastisht në një arkiv kur po kuroja një ekspozit dhe kam arritur ta fotografoj. Kaq, nuk ka ndonjë gjë kush e di. Studenti është një piktor i famshëm sot student? Goxha. Patjetër, a tham që gjithë Brezioni. Një galeri e veçantë dashuriq se nga bota e Akademisë së Arteve të dikushve dhe të sotme, ka një plejad piktorësh të mëdhenj, me të vërtet, se këta janë modest nga natyra, dhe njëri për tyre sot e kemi në galeri. Unë të falenderoj që sot kene, bëjmë një falenderim për Lazruej, partnerin ton zyrtar, tashmë të afirmuar se pa të nuk kemi ku shkojmë, na vetë besimin e dur, me pak fjalë, shif dhe shkruaj. Elidon, e ke ndjek në galerinë, besoj. Patjetër, unë ju ndjek shumë edhe rrjetet katrore dhe galerinë, janë dy të preferuaret e mia, pastaj Blendi më pëlqen shumë. Në gjitha dimensionet, po jam fan, nuk njihemi kështu fizikisht, kemi takuar 2-3 herë, por më pëlqen shumë autentik. Sot unë do asistoj në një takimin tuaj kok. Mbas galerisë direkt do kemi një takim kok me Blendi Mane. Ne në galeri natyrisht njohim pak edhe personazhin në aspekt origjine. Do të thelbi jonë është pak të dim nga vim dhe drejt cilës shkojmë. Po edhe tek pjesa e genit kemi zbuluar që pas ka një rëndësi kjo e origjinës njerëzve. Kemi një fotografi të prindërve tu për të kuptuar çik më shumë Elidonin e sot. Më vjen mirë që keni gjetur. Është shumë e bukur sepse maman sigurisht edhe babain i njoh, por nuk e dija që ajo ngjitur është halla ime, e cila u largua para 3 muajsh dhe
Unë kur shkova tek shtëpia kisha gati 30 vjet që nuk kisha shkel në kavaj dhe i bëra një foto shtëpisë ashtu kishte mbetur, shtëpia dhe pikturova atë shtëpinë dhe e hodha në Facebook për shumë shpejt, e kupton? Duke thënë që halldita nuk është më ndërkohë që binte një dritë. Pra ishte një shumë interesante kjo, po mendoj gardhi mbrapa. Dhe ai gardi mbrapa është certifikimi i gjithë vujtjes babait tim pastaj, sepse aty kanë pas shtëpinë, ka qenë një vilë 2 katëse. E kavaj? Jo, në Lushnjë. Në Lushnjë është kjo fotografi. U martuan kavaj. Ajo iku, po, kuptova. Po pra, kjo duket që është zona 25. Dhe në fakt e çuditshme është se i matë duke qenë se, unë kisha lind i vogël, 2 vjeç, në mos gaboj, dhe u prish kati i dytë dhe ne vazhdonim jetonim katë parë sepse nuk kishim marrë shtëpi akoma. Dhe xhallarët e tjerë ishin rregulluar, të gjithë ata. Shumë mirë, kjo gjë, hallat ishin martuar dhe ndërkohë pikonte shtëpia dhe babai shkruajti atë poemën e famshme Dielli reket sepse unë Trazovaçi kishte se mos më lag shiu mua, me atë jargonin e fëmijës, si më thënë. Dhe ai shkruajti atë poemën e famshme ku sigurisht kërciste që tek ato në rast se nuk keni gur, thoshte për themelet e shtëpisë ti shkulni dhëmbët burokratëve, po tingëlloj shumë keq, ose në qiellin e kaltër socializmit, shtëpia jon pikon. Që pastaj pati pasoja ndaj. Ndryshoi jeta. Si quhej babai? Pasli Haliti. Pasli Haliti pra. Pasli Haliti një poet i cili është kuptuar para rreth 50 vjetësh ose 52 diçka e tillë dhe do kuptohet mbas 50 vjetësh rishtas. Sa e madhe. Kjo është një fotografi e dasmës, fakt. Kjo është e dasmës babait. Me origjinë nga Lushnja, me origjinë të largët kështu apo? Do t'ja u them, me origjinë të largët më kanë thënë që janë diku ande nga Malizi, shqiptarët e Malizi, para shumë vitesh janë larguar, janë zhvendosur në Peqin dhe më mbas në Elbasan e kanë ndryshuar mbiemrin nga Shqarri, pra kemi një edhe pastaj Shurdhi dhe më mbas Haliti. Dhe gjyshi ka zhvendosur nga Elbasani në Lushnjë, ku kanë bler ato tokat, në qendër Lushnjës ishte kasap, kishte atë ortakun e vet Çam dhe e bëri emrin si mbiemri, Haliti. Dhe që atëherë gjysma e fisit ndryshoi, si më thënë, dhe kemi mbiemrin Haliti. Shurdhi është doktorin, duke një doktor zemre Shurdhi. Nuk e di. Ormiri, që është nga Shkodra ti, po s'janë ata me origjinë nga Malizi. Shqarri kanë qenë ande me sa. Ky e ka Shurdhi, se më kujtoi. Nuk e di lidhjet, por kam dëgjuar kur iku Xhaxhai para një viti aty sigurisht. Po nana? Nësa mamaja është nga Leskoviku. Është familje shumë e madhe për të vërtetë, se kjo ishte çedimi i babait që u bëre ti të marrësh një borgjeze. Dhe ka vuajtur, do të thënë, është por i mati shkonte me sportivitet dhe e kalonte stresin me një poezi. Dhe poezia ti e famshme ka qenë kur se IMM ishte më vogël dhe vazhdonte pedagogjikën në Elbasan. Dhe ngelën për vjesht. Dhe ka një poezi shumë interesante kur thotë që ajo mbeti thotë si gjithja fundit në pemë e vjeshtës, shumë interesante dhe pra gjithkohës ka qenë si më thënë kujtohet kjo poezia thotë, kujtohet kjo poezia përmendsh? Përmendës nuk e besoj se më kujtohet e gjitha, por ajo që më kujtohet është një poezi shumë e shkurtër, e cila mendoj se do të qëndroj gjithë kohës. Si thotë ajo? Pellgu, pse rri turbull ti pellg, të fsheh fundin të dukemi thellë. Kaq. Domethënë është një poezi shumë e madhe për hir të vërtetës dhe po kështu ka dhe një poezi të mësuesve të fshatit, se IMM nga që u dënuan dhe çuan në fshat dhe babain prashiste dhe thoshte të gjithë mësuesit që punonin në fshat vinë dhe lajnë këmbët para se ty në qytet. Ndërkohë thoshte ju, si më thënë, të qytetit bëni pisë këmbët me balë për treguar që punoni etj etj. Pra ka qenë kështu, si më thënë, një rebel i kohës dhe nuk pajtohej me disa gjëra. Çfarë vitesh erdhi ky dënim, kjo, do të thënë kjo. Po, 74 ndodhi. E madhe grupi kulturës. Unë që kam qenë 6 vjeç. Ja, këtu ka qenë, po kjo foto nuk e di se kur ta ketë porositur. Ajo brigadierja e famshme dhe i madh duke prasitur, e doni shumë në fakt në fshat. Dhe një histori shumë e bukur ka qenë kur i thot brigadieri dikush, ato që bën ato hile, do shkojnë në Lushnjë, i tha se do rregulloj radion. Radion i tha, ta rregullon Fasliu.
Se ideja që ka marrë shkollën i dinte të gjitha. I madh. Pra kishte ose një moment i thot, "Ditë shkruash ti?" "Po si s'di," i tha papaj. "Shkruan dot fije bari, i duke shumë e holl." Dhe Fasliu ka qenë një nga kaligrafistët më të mirë që kemi pasur, dhe kjo ishte arsye që e kthyen pastaj në qytet, nuk punoi kurrë në arsim, por punoi në dekorin e qytetit. Dhe aty ka qenë një nga historitë e bukura sepse të gjitha shishet e verës dhe bënim një verë shumë të mirë në Lushnjë. Kaberneti Lushnjë ka qenë i mrekulli. Dhe po Lenka Çuko, e cila ishte shumë e privilegjuar e kohës, i çonin verë dhe të gjitha etiketat ja shkruante babaj. Pra verën si komplet ja bënte se piktor. Babai im ka mbaruar për piktor dhe pastaj filologjikun dhe kështu që ka qenë piktor shumë i njohur dhe piktura e ka shpëtuar, poezia e ka dënuar, është një ironi. Por ajo që mbaj mend nga i madh, që ka qenë një perlë, do thosha, në 5 mëngjesit vjen policia dhe ne u tmerruam, dera jo nuk mbyllej kurrë. Ishte ndaluar të mbyllej. Pra hynin komshit, të mrekullueshëm komshit, të mrekullueshëm. Këtë kohë e kujtoni, në shumë raste kam vënë re që këtë kohë e kujtojnë njerëz që shkuan për të bërë këto dënime në bujqësi, me një lloj nostalgjie, krijuan lidhje me vendasit aty. Do të them vetëm një histori. Nëna Ilja që ishte poshtë ishte grua partizan. Dhe i madh që ishte i dënuar, si më thënë, dhe IMM nuk i shërbenin dot nënës, ajo ishte paralizuar. Dhe i shërbente nëna Ilja. Pra, po ta themi thonjza i madh në ajër të pastër, po themi në fshat, dhe nëna Ilja që ishte i shërbente nënës time. Kështu ka qenë koha, kanë qenë njerëz të mrekullueshëm dhe sot më marrin fëmijët e saj, por ajo që ka ndodhur me babain është edhe shumë për të qeshur, e vinë e marrin. Dhe ne u tmerruam, tha mbas kaq vitesh si ka mundësi, kishin filluar gjërat të ndryshonin, ishte Ramizalia, kur erdhi mbas 2 orësh ishte gjithë bojra. Dhe tha IMM, ne përgjonim nga dera. Ç'a ndodhi? Kishin shkuar do parrullën se kalonte Ramizi për të shkuar në jug dhe kishin shkuar një parrullë të madhe, domethënë jo, më fal, shoku Enver. Shoku Enver. Shoku Enver. Dhe kishin shkuar një parrullë shumë të madhe, ai as kishte ndërmend ta shihte, se si do, por një sekond ata kishin bërë një të madh. Dhe kishin bërë gabimin shit rrotë Enver Hoxha. Dhe i mat u desh që t'i hante ato gërmat dhe të bënte fën në mes. Dhe më mbas kur u privatizua si me thënë hoteli parë dhe restoranti parë apo pasqeria e Pilo Lalës, të famshmit, e thirrën prap. Po tani çka ka ndodhur, s'kishim më frikë ne. Kishin shkruar Pilo Lala sepse p ishte pandi, duhet vënë një pikë. Pra ishin disa gjëra që kur kam parë filmin Parrulla të Yllit Taliçkës, të kujtuar këtë histori. Dhe këto histori më kujtohen, pra populli shqiptar ka një gjë të jashtëzakonshme, kalon të gjitha me shaka dhe me batut. Dhe në fakt kështu duhet të jetë. Sepse në fundit, po të shikosh filmin e Kostas Gavras Le Capital, momenti fundit, ku ai thotë që do t'ja marrim të varfrit, japin të pasur dhe gjithë brorasin, kthehet nga kamera i thotë, mos ja vini re, janë fëmijë, shohin si loj. Pra populli shqiptar është i çuditshëm, i shkon çdo gjë si loj. Edhe këto... Mos është akoma fëmijë, mos është popull akoma fëmijë, Karzi. Po, pse jo, inocent, ose adoleshent. Po, adoleshent. Po, rritet për qamet. Po ta vëshëre, do më thënë, ne mblidhemi në Bradovakit dhe themi histori të çuditshme që çaj kanë punuar aty, i dhashë raki me nitrat, por e si nuk vdiq, o burr. Habi, do më thënë, kemi ca gjëra, jemi populli mrekullueshëm, por do guxoja të thosha në herë na mungon një lloj serioziteti i cili po erdhi, besoj se do kompletohemi jashtëzakonisht. Mos nuk na duhet fare. Mos na bën dot. Elidon, familjen ti e ke kryesisht në? Unë e kam në Lushnjë, pastaj në Berat. 82-shin shkova, konkurova, ishte viti 2 që Berati kishte lice. Ajo ishte një fat për mua jashtëzakonshëm, ne kishte ndoronim të konkuronim në Tiranë, padyshim, kishim dhe në Fier, për hir të vërtetës, por Berati një qytet jashtëzakonisht mitik dhe nëse unë jam piktor, jam prej Beratit dhe Lushnjës, sepse ishte horizonti që nuk mbaronte kurrë i Lushnjës, perëndimi më i bukur në botë, absolutisht, dhe kam parë shumë, ndërkohë që Berati me ato guvat e veta, me ato kontrastet, me ato lagjet, një ortodokse, një muslimane dhe poshtë muslimane dhe sipër ortodoksët, si me thënë me ato kanalet e veta, lumi jashtëzakonshëm, shumë vitet pasura, do të thosha, dhe më kujtohen të gjithë mësuesit e mi, sepse kanë qenë për shumë 3 agrona. Agron Bregu,
cili ishte një eklektik, sot jeton në Greqi, piktori që ka mbyllur socializmin me tablon e famshme Familja, mësuesi im Agron Polovina, i cili ishte shumë serioz dhe sot mbetet po aq shumë serioz, dhe ishte edhe një agron i cili ishte nëndrejtori i shkollës muzikës nga Kuçova, goxha, si më thënë, i përparuar, por nëndrejtori i shkollës tonë, sepse drejtori ishte Lul Stërmasi i konviktit, nëndrejtori ishte Ylli i cili Ylli Ruli ishte daja mamas time. Po dhe jeton Ylli. Jeton dhe 2 vëllezrit nuk i ka, është 90 e ca vjeç. Shumë i përgatitur, na jep të gjuhë letërsi dhe më kujtohet kur unë mbaroj shkollën në 86-ën, nuk e di si u ndodh që Skënder Kamberi kishte kaluar dhe kishte zgjedhur 2 akuarelet e mia dhe ato u zhvendosën në ekspozitë në Oslo të Norvegjisë dhe unë laurova me 2 çmimet e para, dhe kur shkova në provimin e partisë, aty ishte komision dhe daja im, si më thënë Ylli, dhe unë mendova se këta nuk do më fusin provim fare, se i kisha nderuar, si më thënë. E më tha, ne i prit. Se kete provim. Pra, dhe gërshetimi i Yllit me ata shpërsinë e kohës shumë të nevojshme, disiplinën dhe dashurinë padyshim, dhe unë jetova i gati 6 muaj në shtëpinë e tyre dhe ata kishin një shtëpi nga më të bukurat në Berat, por tek lagja diku në si më thënë në qendër, jo te Mangalemi, dhe më kujtohet që tavani i asaj shtëpie është bler nga shteti 6.000 lekë në atë kohë dhe ekziston. Pra ishte nga tavanet më të bukura sepse kanë qenë shumë të kamur, fisi mamasi tyre, si më thënë, dhe një tavan i lartë, i shumë, dhe mua më duke, domethënë, ato dritaret, rrijat i lexoja, mundohesha të mësoja në një magji, domethënë, edhe një shtëpi që nuk ngrohej kurrë. Pra do shtëpitë e mëdha që gjigande. Me dhe më kujtohet, si më thënë, një ftohtë agresiv, por Berati ka shumë magji dhe të jep një kulturë edhe të nëndheshme, sepse na kujtoi ato tunelet e famshme, do thoshe çdo e ti nëpër tunele. Kërkonim Kafka sepse bënin vizatime. Vizatonim anatomin. Dhe një çudi, dhe mua më duke gjithmonë që një pikë e madhe e errësire, dhe kur kthehesh sigurisht pika e dritës që na orientonte. Një instalacion të tillë e kam parë te një rumuni në Tate Gallery, një kontiner shumë i madh, po shumë i madh, mund të ishte ja 90 metër gati, mendoje, galeria Tate Gallery është shumë e madhe, dhe kam qenë me një mik edhe ai nuk shikonte dot. Dhe mua më kujtua fëminia dhe thash një nga instalacionet më të bukura që kam parë. Dhe ishte futesh e brenda, përplasesh me njerëzit se ti nuk i shihje, kur ikje, ata të shihnin se vinin shikonin dritën, dhe në momentin që unë përplasa, më kthye gjithë fëminia e Beratit me ato tunele dhe jashtëzakonshme dhe ne kthehesim si Shakespeare me një kafë. E lani me uthull, që mos na infektonte, se ktheheshim te generali Shtisdekur pastaj që Kafka ishin? Kafka të turqve? Jo, ishin në Kafka të priftërinjve ose të njerëzve që nuk kishin arritur të varroseshin për një arsye. Pra, kështu e mbaj mend unë feminin time në Berat. Ose, për shembull, duke numëruar ato dritare dhe jashtëzakonshme të Beratit. Po këto fikturat e Onufrit ju familiarizuat me ato? Aty kam histori të jashtëzakonshme sepse kisha fatin që në vitin e parë të Universitetit të Arteve unë shkova me praktik në Berat. Dhe Anila Droboniku, një shoqja ime e klasës, ishte Cicerone. Dhe mua më kujtohet në kishën e Onufrit, një gjë e jashtëzakonshme, dhe më kujtohet në atë kohë që ne bisedonim dhe vizatonim në kishë, unë isha në universitet, dhe shifja një roj që kalonte nga dritarja. Dhe thash, po ky, kanë vjedhur, tha, një ikonë. Dhe thonë tha që bënte 900.000 lekë. Por 900.000 lekë, 91 kanë qenë një pasuri. Patjetër. Dhe i thashëm, po mirë, tani atë e kanë vjedhur, këtë qaruan më. Ideja, domethënë, ndërkohë që sot e vizitoj aty dhe gjej Anilën prap atje. Është një mrekullim, edhe elegancën e vet, e kupton, edhe një mik tjetër, po që është drejtori i Onufrit, ne shkonim dhe shikonim gjëra të ndaluara, sepse ikonat ishin ndaluara, për hir të vërtetës. Por ruheshin, fal Zotit, ruheshin fal partisë. Kuqja e famshme aty. Kuqja e Onufrit ishte si jo, ishte flitej atëre për kuqe. Tjetër, po ne studionim, sepse ishte shërri madh. S'është rradha e kuqe ti. Shërri madh, sepse pigmentet zakonisht artistët i bënin vet. Pra pigmentet që duhet i gjejë nga toka ose nga rrënjët. Dhe ai me sa duket ishte mjeshtër, i këtyre nuk e tregoi kurrë,
që pigmentet, ai vetë se, domethënë, vetëm ai duhet ta dinte nga i merrta ato pluhurat dhe pastaj përgatiste me të bardhë veze, sepse bardha veze është ajo që i ngjit. I lidh, po. Kështu që kuqa Nufrit është shumë e rrallë, por nuk është vetëm ajo. Është një piktor i jashtëzakonshëm dhe sot më shumë i shikojmë në Korçë, te ai muzeu mrekullueshëm, për të vërtetë është një gjë shumë të mira që ka bërë qeveria e profesorit, ndërkohë që në Tiranë që dojmë çik me këto galerit, do të ecim më shpejt, megjithëse po bëhen disa investime interesante. Dhe ajo që do thosha është që të rritesh dhe të shikosh ikona të ndaluara. Ndërkohë që sot ke 8 vjet që nuk shef dot as veprat e socializmit, që është një nga rrymat që nuk përsëritet më në Shqipëri. Po, pra. Ai çekiçi i madh, ndonjëherë piktorit i bën mirë. Çekiçi i madh vjen në morfin ose në trajtën e medicëve, ose porositë si të madh që kanë qenë kishat për ikonat. Ose porositë si madh që ka qenë diktatura në farë. Realizm. Po porositë si madh ka qenë edhe vetë Napoleoni që hodhi qeskat me flori piktorëve dhe tha pikturo më ni. Dhe kanë mbetur vepra, pra nuk ka rëndësi sistemi, ka rëndësi veprat që lë. Dhe të gjitha veprat sot të atij sistemi që ne mendojmë si shajm janë atraksione turistike dhe janë gjëra të jashtëzakonshme. Si muzikat e filmave ato, janë fortë. Kështu që është e mirë të marrim, si më thënë, çdo gjë pozitive nga çdo sistem që kalojmë dhe të përbëjmë atë pasdhin e jashtëzakonshëm tonë. Për çka ke që flasim? Çik për dashurinë tënde apo për Akademinë e Arteve? Nga do të nis? Akademia e Arteve ka qenë, do thosha, një gjë që më vjen shumë mirë që ne nisëm me Akademinë fillim. Nuk ka ndryshuar fare. Më kujtohet. Jeni akoma pedagog aty. Po, dhe jap mësim në klasën ku na ka dhënë profesor Edi. Unë kam marrë monumentalen dhe ai dhe monumentale ka pas 2 kate, kati 2 dhe kati sipër i treti, ku unë jap master në akuarel, sot e drejton profesor Gjikopulli. Është po e njëjta gjë, unë nuk do doja të prishe kurrë në fakt për hir të vërtetës se ka shumë ngjarje atje, ka shumë histori kur ai mblidhte grupin e tij të preferuar. Kanë qenë grup elit, pra ka qenë Adrian Paci, ka qenë Ormira Lulani, ka qenë Progri, pra gjithë dëjem të vajzat e piktorëve të mëdhenj shqiptar, ose Salishi Jakut, djali Salishi Jakut, që luan të gjithë në një kohë që isha dhe unë. Se edhe i mat ka mbaruar me ta. E kuptoj. Por ai nuk njihe shumë si piktor. Pra ka qenë një... Si që është grupi profesor Edit që ushin të? Ata ishin absolutisht grupi profesor Edit. Pra ishe ti? Jo, unë si isha në grup. Kush ishte nga ti të përrondi si emra? Ishte Shoshi, Albana Shoshi. Po. Ishte Ormira Lulani. Po. Ishte Adrian Paci. Po. Është djali Ferdinand Pacit, ku i mat ka qenë një klasë me Ferdinand Paci. Pastaj është Anila Progri. Po. Është Edi Muka. Po. Është Blendi Gonxha. Gjira Caushi. Blendi Gonxha ishte më i vogël, ishte poshtë, por Blendi u bë protagonist momentin që filluan, si më thënë, dhe a di kur ka filluar për të parë, e ka thënë Nini, te një nga ato emisionet që bëja unë të RTS-ja, ka filluar në Surrel. Nuk ka filluar në Thenjishin, ka filluar në Surrel. Pse? Sepse ne bënim aksionin dhe ai brigadieri ka qenë shumë i ashpër. Na vdiste në punë. Mua më kujtohet, kam hapur Brazda, kam qenë me Agron Rëshidin, me Bilbil Mazerkun dhe me Florën, dhe Arben Bajon, i shketi nuk jeton. Dhe Florën me gjithë të vajzën e linim mos të punonte. Dhe ne punonim si kafsh. A në të raca, hafnit? Gjak na ishim bërduar. Dhe kur ktheheshim, s'kishim as buk tanim, as domat. Dhe ai donte të gatuan dhe një qëngjë, një dele. Po delen e kishte pickuar gjarpri. E morën vesh dhe ata bën grevën e parë. Ka bërë vllai Helidon Xhixhës i Lir Xhixha dhe të kujtim turkeshi, organizua një protestë vërtet. Atje në Surrel, jo në Surrel, të gënjeva në Poçem. Surrel ka qenë vitin tjetër. Dhe në Surrel ishin përgatitur pastaj me mjekra, me kështu. Dhe ajo ka qenë, si më thënë, që u bë shumë, por shumë fëmijët e tyre ishin fëmijët e atyre që ishin komitet qendror. E qartë, edhe mbeti si e heshtur. Pra, mbeti si e heshtur u mbyll, pastaj tregon shumë bukur Nini, i cili sot është në ministri dhe është vartësi i Blendi Gonxhës, ku në atë kohë kanë qenë të gjithë protagonistë. Shumë ngjarje. Asnjëherë nuk do mendoni që do ishim pjesë e një historie kaq. Si është jeta private e një artisti si ty, Elidon? Mister, si ato tunelet e Beratit. Si mister? Jo për të unë kam postuar një pikturë, vetë se dje,
këtu jam Sajria. Me Brikenën jam njohur në momentin kur hapej Shqipëria. Në 10-ta. Dhe Brikena ka qenë modelja ime kur unë përgatitesha për në Universitetin e Arteve, më duhej që të pikturoja vajzat apo djemtë e gjimnazit Lushnjës dhe ai drejtori më thotë që kam dhënë një mbes në gruas. Shkova te shtëpia, u njohëm dhe pastaj u ritakuam në Tiranë, ku unë ftova pikërisht në koncertin Adriano Celentano, Adriano Albanos. Në stadium, koncerti i parë i madh në stadium. Dhe bukur ishte se ata të shkathit e Universitetit të Arteve bën biletat falso dhe më dhanë 1 muaj dhe policia e kuptoi. Dhe ne u detyruam të shkonim nga kodrat e liçenit. Pra ngjarje. Kjo është e bukur, historia e biletave që pikturonit ju. I bënin i qanin ata. Se unë kam marrë një bilet kur lutej Shqipëria me Gjermaninë, ke liceu artistik, dhe kam iden, ka mundësi ta ketë pikturuar dhe Rama një nga këto. Nuk e besoj. Sepse ishin djemtë grafikës, ne ishim ke gjutë uja me linoleum, me gdhëndje. Me per fare se si kopionin. Jo, po i bënin me linoleum, i bënin fiks dhe kur i printonin pak të zbeta, sepse ashtu bëheshin. Po ashtu bëheshin biletat. Ashtu bëheshin biletat dhe ata çunat mund të kenë shitur, nuk e di se sa, më kupton? Po më kujtohet edhe partin që ka organizuar Blendi Gonzja për ditëlindjen e Beatlesave, këtij John Lennon. Patës një parti që nuk hyet dot. Dhe më kujtohet që ai ishte larguar ca kohë në Greqi. Dhe ne kishim krijuar, si më thënë, një afrimitet, edhe Rama u largua. Pra Blendi kishte marrë, si më thënë, atë ishte më protagonist. Dhe ai më jep biletën për të futur në parti, jam futur me Brikenën, dhe aty Brikena ka parë një botë tjetër. Sepse ajo studionte shkencat politike, ka qenë në parti ku çfarë vendi parti? Domethënë në një klasë me Ilir Met, i me shoqe, se ishin më të përzgjedhur këta. Në çfarë vendi bëi parti? Në Universitetin e Arteve, tek fakulteti muzikës, në krah djathtë, kujtohet sot ka zyrat. E kuptoj. Aty siç u bë një parti çuditshme me drita të fikura. Nuk e di, ka ndodhur çuditëra. Po kjo ke kodra të favorizoj kjo? Fakti që syre stadium po ishe ke kodra për ta shprehur çik më. E kemi pemën tonë, si më thënë. Sigurisht një gjethe ka ngel. Arritëm të kpusim. Por që sigurisht që në atë kohë filloi dhe nuk u ndam më. Ja ku jeni. Dhe kemi 2 djem të mrekullueshëm. Brikena çfarë bën sot Brikena? Brikena është punon drejtoresht në një firmë private. Është një karrierë në saj. Keni fëmijë? Kemi 2 djem, është Aleksandri, madhi, ku e kemi lidhur në Greqi. Aleksandri është ai pas syze. Po. Ndërkohë që kjo është shoqja e Aleksandrit, edhe Eriku. Shqiptare është shoqja e Aleksandrit apo greke? Shqiptare është. Shqiptare është, megjithëse ka lindur jashtë, me sa di, por i bie që të 3 në fakt ka lindur jashtë, edhe Eriku ka lindur në Greqi. Por me Aleksandrin ndodhi që kur vajti 6 vjeç, unë e mora, u ktheva në Shqipëri, nuk doja më. Ata agresivitet, ka qenë pak agresive Athina dhe Greqia në atë kohë. Dhe Aleksandri dinte shkëlqyer Greqisë, por nuk di asnjë fjalë. Sot, Tani ndërkohë që Eriku ne lindu më vonë në Greqi kur ne ishim kthyer në Shqipëri, po unë vazhdoja atë biznes. U shpreh mirë në Greqi ti me artin tënd? U pranove atje në Jo. Kam punuar në 2 firma shumë të mëdha, kur sot ata vazhdojnë prodhimet, IFAS Batik, bëja modelet në akvarel, edhe te Hellenic Art, edhe kanë printuar shesin offset. Ato akvarelet e mia shesin offset. Mund 20-30 milion mund të kenë shitur, sepse janë pika turistike. Tek një më kujtohet që ai pranoi ta vinte vetëm emrin, Haliti nuk shkonte, po e bëri me S, dhe unë i them në një intervistë. Halitis? Jo, Helidonis. Helidonis. Se Helidoni është pak nga greqishtja, se vjen nga dallëndyshe. Dhe unë e shpreha diku në intervistë, që pse duhet shquar me S, po ai thot ashtu shquhen emrat. Ndërkohë që aktivitetet më interesante kanë qenë në vitin 99, ku më kujtohet një ekspozit që kam organizuar, pra si kurator, aty ka qenë me Artur Muharremin në atë kohë, i cili është në Francë sot, dhe 10 shqiptar në Athinë, kështu është quajtur. 10 shqiptar në Athinë. Dhe ambasadori jon Kastriot Robo na bëri sponsorizimin e librit me anë të një firme Sarandopoulos që hapte rrugët. Po. Kështu që ka qenë një ekspozita e parë organizuar kaq e madhe, dhe pothuajse janë mbyllur, u kërcënua madje galeria, ja kjo ka qenë,
Dhe qelloj që ka rënë tërmeti dhe ka qenë kryeministër në atë kohë, i cili erdhi në ekspozitë dhe ministri i jashtëm, dhe ka qenë gjë shumë interesante sepse sa mbriti dhe thotë që tërmeti nuk e sollon, e gjeta këtu me Sius. Ka qenë batuta të asaj kohe, po shikon, kemi qenë të rinj, shumë më të dobët, si me thënë, me Bilbil Mazrekun, me Bert Brajn, me Armand Bocen, dhe shoh që janë 2 ministra aty, ambasadori grek nga mbrapa. Këtë foto duhet ta them e ka bërë Dritan Haxhia, i cili mund të jetë ai që ka arkivin më të pasur të fotografive. Kush vinte, naftonin, sigurisht, na respektonin, por aty kanë qenë një mori ekspozitash që kemi bërë, edhe më mbas me Bashkim Zenelin, i cili ka qenë shumë aktiv, u ble, si më thënë, ajo ambasadë e jona atje, shumë prestigj i madh. Arben Prasta ka bërë ekspozitën e parë në 97-ën, kur ne kemi qenë të palishëm. Dhe shkonim shtëpi më shtëpi, si guerillasit, dhe mblidhnin piktura. Dhe ai mundej se ishte me CD, me trup diplomatik. Ekspozitë e cila ju desh edhe kryetarit bashkisë asaj kohe, Avramopoulos, që të thyente mitin e shqiptarit të keq, i cili ekzistonte vetëm nga televizori. Pra që këta kanë solistë jashtëzakonshëm, shqiptarët kishin pushtuar në atë kohë, ka qenë orkestra në Greqi, Lapi, ka qenë Renato Ri, po ka qenë shumë. Unë mbaj mend kam takuar dikë që punonte grimier nga shumë solistët shqiptar, po edhe piktorët për hir të vërtet dhe skulptorë siç janë aty. Kjo ndroi një çik atë imazhin. Filloi dhe pastaj bëm shumë ekspozita për të vërtetës, dhe nga më pikantet ka qenë një te parku Eleftheria, që i thoshin poshtë ambasadës amerikane, e cila ka qenë një sallë shumë prestigjioze, po të organizuar nga Castrillo de Robo. Ambasada ka punuar shumë në të gjitha dimensionet, gjitha korat. Rim pak e lidon këto moraleset që se është një pjesë e bukur e karrierës tënde këtu në Tiranë tani. Moralet kanë filluar në Greqi, në fakt, me Kyriako Josifidhin, kur në studion time vinin mësonin këta moralistët e parë grek. Sepse ka qenë grafiti në fillim. Dhe unë i sugjeroj, e thoshe, pse s'bëni murale? Sepse nuk fshihen dot, ishte ideja ime. Dhe i mësoja, se ne kishim, unë për atë kam studuar, i mësoja teknikat e reja, si me thënë, me prerje, me stampa, me gjëra, dhe ata u bën piktor të mëdhenj, u bën karrierë shumë të madhe. Dhe në atë kohë ai bëri një libër me 360 faqe nga muralet më të njohura në botë, ku futi dhe Anërisalen dhe Ramën me pallatet që kishte pikturuar, pra eksterjeri, si më thënë. Dhe kjo ishte një ëndër cilën ne aplikuam në 2011-ën për ta bërë bashkë me të, po na u desh e kemi filluar para 6 vjetësh, ku kemi bërë rreth 3-4 qytete, pra nga Belshi, nga ura vajgurore, fillum që sot quhet Dimali, e cila fitoi edhe çmimin e dytë në botë në atë kohë me një artist shumë të njohur, i cili është nga Indonezia, po operon në Greqi, dhe më mbas në Patos kemi bërë të mrekullueshme, dhe ndërkohë kishte filluar Mural Festi i organizuar nga Dekor Tirana, dhe u deshit isha kuratori saj dhe jam kuratori gati 150 muraleve, po këtë e ka bërë po i njëjti artist i cili ka bërë dhe në Dimal. Kjo quhet Gala, ose unë e them Ëngjëlli i Tiranës për hir të vërtetës, dhe ky është një artist me famë botërore dhe vetëm asi e muraleve 13 kate, është e jashtëzakonshme, po dhe këtu ka një incident të vogël ku banorët nuk e donin t'i mbulonin këmbën se ishtin, dhe unë i them më ke dritarja vika këmbën. Dhe i them unë që Mopasani ishte kundër Kullës Eiffel, dhe kur pinte kafen e ti tham, po ti kafen këtu, për që vetëm që nuk e shoh. Pa ju nuk e shirin Morales se banori brenda, i thash. Ka në Napoli një Morales madh Maradonës, edhe është njëri që hap në dritarën e tot popullit, mbyll dritar. Elidon na kënaqe sot. Para se të kalim ke një njoftim reklame nga ato që kemi ne. Po kjo historia e atleteve ka të bëjë me profesor Edin, se dhe ai apo atletet çarapet po shoh, apo prej arti. Okej, dakor, edhe në atë kohë kemi qenë me goxha tendenca për të vërtetës. Më kujtohet një rrobaqesh në Lushnjë që ishte shumë ekstravagant dhe ne i porositim. Unë kam porositur një pantalone boqelli shumë të gjëra si çitiane, dhe profesorit i ran shumë në sy. Ti nga Lushnja, ishe shumë.
Ai përvete do vdiste ti kishte ato. Jo. Ai se e njoh funa i ka shumë Me qefto. bicikletë me rrota kaq, o për të ishte ekstravagant i lindur kur ishte mitër ama në të gjitha dimensionet për hir të vërtetës. Ti e mban mend. Qartë. Dhe tek ne binte sillte modën, po okej, ne ishim piktor gjithsesi të kryeqytetit sepse i përthithnin shumë, por Blendi Goçi ka qenë më i përparuar se të gjithë ne. Për të vërtet. Sot un kam një mani për shkak të peshës që blej vetëm atlete dhe syze. Dhe mundohem edhe ti pikturoj vetë dhe ti sajoj, si me thëmë, me ato liset e ku diun se si... Atë dëgjoj edhe njoftimin ton, sepse është shumë i rëndësishëm dashurmiq, një tjetër partner i bashkohet galerisë, BioCheck Diagnostic Center, laboratori i dur për të bërë analizat. Është me një eksperiencë 25 vjeçare, i akredituar me certifikatat më të mira të botës. Keni parasysh se dy gjeni aparaturat më moderne për ekzaminimet më të mira në botë, që nga ato biokimike, mikrobiologjike etj. Reagentët janë të certifikuar. Stafi është nga më të specializuarit dhe shërbimi është i shpejtë. BioCheck Diagnostic Center. Mos u allakasni poshtë lart, po ty jep një zgjidhje çështjeve të analizave. Elidon, të falenderojmë që ishe, koha fluturoj. Unë falenderoj shumë për ftesën. Edhe di pse do kohemi prapë ne, se nuk e di se si do gjë mënyrën unë që ti të zbulosh këtë fotografitë e profesor Edit që si kanë nxjerr akoma në qarkulli. Do të ta tregoj në privat ty, por nuk e besoj se do ndodhi. Ne piktorët jemi shumë diskret. Ne nuk tregojmë fotot nudo që kemi bërë dhe pikturat nudo i tregojmë vetëm pas 100 vjetësh emrat e modeleve. Kështu që... Okej, le ta ruajmë këtë traditë tuaj. Mendoj se duhet respektuar. Të falenderoj me zemër. Unë falenderoj. Rrofsh që ishe, kjo është shtëpia. Na knaq çdo të diel, sot do mundohem në një cep t'ju shoh dhe rreth 4 orë, sepse vjedh në çik, nuk mbas as një sekond nga ju. Të falenderojmë dhe na pëlqen. Ishim me Elidonin dashurmiq në një galeri speciale, mbas pak publicitet që ndroni gjithmonë me të diellën.